kthehemi në pjesën e fundit, gjithsesi në pyetjen e fundit për mysafirët tan. Tema ishin marrëdhëniet ndëretnike, ajo që inicoi këtë debat sonte ishte në organizatat e qeveritare që paralajmëruan protest, pak kënaqur nga pozita e shqiptarëve dhe raste konkrete gjyqësore. Çka duhet bërë që në të ardhmen ndoshta mos kemi situata të tilla dhe në fund kemi marrëdhënie me të vërtetë relaksuara dhe ato të ndjejnë të gjithë këtu në Maqedoni. Smatram дека ono što и го напомнав претходно, одредените случаеви кои придонесоа за влошување на меѓуетнички односи треба да се расчистат, апсолутно. Ние се уште имаме матни случаеви од тоа кој бил како бил виновен и така натаму. И јас напомнав и во претходните изјави пред 2 месеци кога резултатите од анкетата излегоа, дека мора да се седне отворено да се разговара за тоа. Имавме случаи каде што имавме обиди отворено да се разговара во Комитетот за односи меѓу заедниците во Македонскиот парламент, каде што не успеа тоа. Не треба да се разочаруваме, треба да се повтори, да се проба уште еднаш и уште еднаш и уште еднаш и така натаму и на отворени дебати да поразговараме што понатака да направиме за да се подобрат меѓуетничките односи, внатрешна интеграција помеѓу етничките заедници и тргање кон патот кон Европската унија. Unë mendoj se çështjet që kanë të bëjnë me marrëdhëniet ndëretnike duhet mirë të gatuhen. Njerë duhet të gatuhen pra midis partnerëve që e përbëjnë qeverinë. Edhe mos të ndodhë asnjë vendim, asnjë akt të del pa pëlqimin edhe të partnerit shqiptar. Jo rastisht kemi parimin e Badinterit mandej në parlament që tani po bëhet përpjekje bashk pra dëreja me BDI-n pra me disa propozime që demokracia konsensuale edhe më shumë të forcohet, që vendimet ose vendimmarrja tjetë pak më e harmonizuar midis bashkësive etnike, që pasi kur të merret vendimi dhe të del në opinion ose të preke qytetarët, të prekte shoqëria multietnike, të prekte shteti multietnik, po të pulson pozitivisht, jo të krijon tensione ndëretnike. Kjo mund të bëhet vetëm me udhëheqës, të cilët janë të sinqert në këtë drejtim, se do të ndërtojnë shtet multietnik të mirëfillt me demokraci evropiane, dhe janë të sinqert se nuk do të flenë pra në pragun e Bashkimit Evropian dhe të NATO-s, po do zgjohen dhe do hyjnë aty. Zoti Zet, mbetet çelësi i uljes së tensioneve ndëretnike zgjidhja e çështjes së emrit? Është ajo karta e fundit me cilën luan BDI-ja? Patjetër, po jo vetëm tensionet ndëretnike, mendoj se gjitha tensionet si burim e kanë këtë sfidë dhe mendoj se kjo politikë aty përfundon, sepse me zgjidhjen e kontestit për emrin hapet rruga e Maqedonisë drejt integrimeve, ku hapet perspektive re për qytetarët dhe nuk ka vend për politika të këtij lloji, për politika që provokojnë situatën, politika cilët provokojnë marrëdhënie ndëretnike apo të provokojnë diçka tjetër, domethënë që është negative. Unë mendoj se ka vend për debat, me pajtohem plotësisht, ku mund debatohen rreth këtyre kontesteve që unë do i quaj artificiale që kanë ndodhur në këtë periudhë dhe për gjetë mekanizma që për të mbyllë këto konteste dhe t'jenë një mësim i mirë për t'ardhmen që mos ndodhin asnjëherë që nëpërmjet marrëdhënieve ndëretnike apo nëpërmjet tensioneve të mbulohen defekte ose çështje tjera. Valon, çka pritni konkretisht nga ato proteste që i keni paralajmëruar? Si që thash më herët, presim pikëpari vetë disim të vetë qytetarëve,
E dyta, jo rastisht ne edhe moton ja kemi vendosur kësaj proteste për drejtësi. Se nga vetë fakti se qoftë me rastet e montuara kushtimisht tanë politike, qoftë me diskriminimet shtetërore që i bën qytetarëve shqiptar, ne kërkojmë ata që na meriton në parim, në përputhje të plot me kushtetutën. Do të thotë se Maqedonia duhet paraqitet si shtet ligjor, ta respekton pikëpari vetë kushtetutën, e cila në definicion quhet vullneti politik i qytetarëve. Jo rastisht që ishin shumë lohatje, shumë lëvizje për ta ndryshuar kushtetutë edhe për ta reformuar konform banorëve këto. Unë do t'i kisha kushtuar rëndësi disa individëve të cilët tentojnë të krijojnë kriza dhe të përfitojnë prej atyre. Qoftë pohena politik që i qunë zotri Ramadani, qoftë patriotizëm i falsifikuar që të njihet këto, apo nacionalizëm i heshtur. Besoj se qytetarët kësaj radhe në mënyrë civilizuese do të protestojnë dhe do t'i vetëdijsojnë edhe vetë institucionet se diskriminimi mund të përdoret vetëm pozitivisht. Kur të arrim të promovojmë dikën, të diskriminojmë nga tjerë nga se gjendet më poshtë ose është i vetëm, e jo në këtë rast si të na, të trojet tona, ku diskriminohet negativisht edhe ata një pompoze. Pa doko формирате совет на дискриминирани граѓани, генерално можете имате многу поголем одзив, но во секој случај вие сте сега определени со една друга цел и на друга тематика. Ви благодарам на сите што вечерва бевте гости во ова издание на Патот кон во обид да се разрешат уште некои од актуелните дилеми. Edhe mu së mbetet asgjë tjetër, vetëm t'ju falenderoj që ishit pjesë e debatit sonëtëm. Ju falenderit juve shikues nderuar për vëmendjen dhe durimin që kishit për të na ndjekur. Bashkë mirupafshim, shihemi të enjtën e ardhshme në të njëjtën kohë.